Serbia, zoti Alimi, a mund të jetë kjo pra një frikë nga humbja e ndikimit të saj në Ballkan përballë një bashkëpunimi të ri strategjik? Pa e veç që ka humbë këto ndikimin në Ballkan, nuk mund të sketë një forcë, pa marrë parasysh aty Horvatjave me ato sulme që ka bën në veri atje, dhe janë shumë struktura paralele, ka të çakurduara në moment caktuar dhe tash është fundi i tyre dhe tash një pjesë aty struktura që kanë tash ju kanë bashkëgjit vizë të Vullinit dhe Vučići më është fund për mbështetjes së ardhme dhe unë po shpresoj që edhe ato struktura duhet të stabilizohen dhe të kthehen këmbara dhe jo të bëjnë sulme terroriste siç kanë bërë dhe më në fund edhe ato e kanë marrë mesazhin e qartë dhe kjo marrëveshje i godet ato struktura dhe atë njësi dhe atë çdo njeri që mendon të bëjë Kosovës dëm dhe që kanë bërë dhe Kosova është shteti i pavarur sovran dhe nuk mund ta gjenizoj askush dhe as më pak Serbia dhe mund të ketë ndonjë të paktë këtë mini Ballkanin perëndimor, siç e ka pas përpara në Jugosllavi. E qartë, mirë për të kaluar në pjesën e dytë zoti Alimi, ndjekim tjetër një sër do rikthehemi. Analisti politik Ben Andoni ka deklaruar se i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, dëshiron të blejë kohë për sa i përket Kosovës, sepse ende nuk janë formuar institucionet, teksa ai kërkon ndërkohë të testojë Serbinë. Sorensen po blen kohë me Kosovën, ndërsa kjo e fundit duhet të formojë qeverinë, edhe negociatori i ri për këtë besoi se do të jetë Besnik Bislimi. Nga ana tjetër, emisari po duhet të testojë Serbinë, por presidenti Vučić dhe njerëzit e tij janë në një pozitë të pamundur për zhvilluar dialog për shkak të situatës së brendshme në Serbi, për shkak të protestave studentore, deklaroi Andoni. Ai ka thënë gjithashtu se Kosova duhet vendos vija të kuqe në raport me palën serbe dhe se partitë politike duhet të jenë unanime në vendime. Bota me këto shqetësime që ka në rafshin gjeopolitik nuk mund të pres pafund veprimet e Beogradit dhe Prishtinës, theksoi Andoni, i cili gjithashtu e quajti paradoksale deklaratën e djalit të presidentit amerikan Donald Trump se bombardimi i Serbisë nga NATO në vitin 99 ishte një gabim. SBA-ja duhet vazhdojë të ketë qëndrimin që ka pasur deri tani për Kosovën, ka potencuar Ben Andoni. Mirë, zoti Alimi, si mund ndikojë situata e brendshme në Serbi dhe protestat atje në vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë? Po protesta zona Zëndeli e ka atë efektin e vet, më ka marrë gjithë popullor, ishe e keni parë edhe vetë na mediumi ju, vi respektuar. Data 15 ju dha mesazh qartë u gjenizuar Vučići, gjithë me atë njësi paramilitare, shërbim inteligjente që ka përdorur dhe ato armën që i ka të ndaluara me Konventat Gjeneve dhe ishte e kamuflimi që s'ka përdorur dhe dvije BI të jë, ato në kamuflime fasad dhe nuk mund të ketë ndonjë impakt, po çështja e bisedimeve është sa të filloj sa më shpejt të konsolidohen institucionet që të mbas gjithë në shkurt dimin e stres. E kem thonë se zoti Kurti nuk mund të bëjë qeverinë vetë dhe ka dalë ato fjalët e tona, analizat e tona dhe tashmë zoti Kurti do të bëjë kalkulime politike me partitë e opozitës. E kemi thënë mirë shumë se vetmja parti që mund të bëjë ballë aty stoje mund të jetë PDK-ja apo LDK-ja, po nuk i ka numrat LDK-ja që t'i bëjë ato numra edhe çështë president, po vetëm PDK-ja dhe duhet të lëshoj pas zoti Kurti dhe të lëshoj postën e kryeministit dhe të kryejnë ato marrëveshje, kalkulimet politike dhe ato e natkullaqen edhe çështën e presidentit dhe unë mendoj që Albin Kurti duhet të jetë president dhe Bedi Ramza kryeminist dhe të udhëheqë bisedimet së bashku dhe të shkojnë drejt zbatimit të gjitha marrëveshjeve dhe draft statuti apo asociacionet duhet të themelohen nga institucionet të Kosovës, duhet të qenë në gjykatë kushtetuese dhe Petersen ishte vizita shumë e mirë e Sorensenit dhe unë po shpresoj që ai vizitë është e qartë edhe për Kurtin, edhe për Serbi atje që nuk blen kohë, po unë besoj që duhet të themelohen institucionet e Bashkisë së Kosovës dhe të filloj edhe çdo bisedim që është i gatshëm edhe me zëvendës kryeministin e parë zotë Bislimi, a mund të jetë Bislimi apo dikush tjetër, është çështje e kryeministit Kurti kone e qetë aty, ai është shumë pak më nësi, po është më nësi që institucionet e Kosovës duhet të zbatojnë të gjitha marrëveshjet dhe kjo vizita e Sorensenit ishte qartë se duhet Kosova të zbatojë atë marrëveshjen e fundit dhe të gjitha marrëveshjet të nënshkruara dhe edhe Serbia të njëjtën sen duhet ta bëjë dhe këto janë përparësisht që i kanë institucionet e Bashkisë së Kosovës të themeluar sa më shpejt dhe e presin Kosovën shumë punë dhe nuk duhet të lejojë Serbisë të bëjë kalkulime politike apo manovrime që i ka bërë përpara të kaluar dhe nuk e besoj që lën administrata SBA-ve këtë Serbinë dhe Kosovën
të bojnë ato kalkulimet e tyre politike. Zoti Elimi, çfarë nënkuptohet kur themi pra me testimin e Serbisë nga Sorensen? Po testimi nuk ka që të bëjmë, ai Sorensen e sheh situatën atje aktuale, është e fakto dhe nuk ka që të bëjë Sorensen dhe ai duhet të o Vučići o dikush tjetër duhet të filloj negocimin me Republikën e Kosovës dhe të filloj zbatimin të gjitha marrëveshjeve, është çështje e Serbisë e brendshme, jo e Sorenseni për t'ia rregulluar institucionet atje. E din shumë që e pret Serbinë çfarë presioni edhe nga Shebat, edhe nga Bashkimi Evropian, që më nuk i lejon bëj kalkulim politike për interesat veta, por politike dhe për ndet karrik, po duhet të filloj të gjitha marrëveshjet dhe unë nuk e besoj që më Vučići i ka kohë për ato sene, po vetëm duhet filloj zbatimin të gjitha marrëveshje, po dhe Kosova të njëjtën sen të bëjë reciprok me Serbinë. Qartë, zoti Elimi, a duhet Kosova të vendosë pra edhe vijat kushte më të forta në negociata me Serbinë apo një qasje më fleksibël, po them, do t'ishte edhe më e favorshme? Jo, nuk duhet Kosova që bëj vijat kuqe, s'ka vijat kuqe aty. Duhet të zbatojë të gjitha marrëveshjet e përse prap edhe Serbia dhe s'ka vijat kuqe. Ku shkosh me bisedu, s'ka vijat kuqe aty. I ke palua, i ke pranuar ato të gjitha marrëveshjet dhe i ke pranuar me shku në bisedime, s'ka vijat kuqe. Vijat kuqe e dim Kosova është shteti i pavarur sovran dhe s'ka kur që është vojat sen më. Dhe s'far vijat kuqe mund të jetë këtu. Vijat kuqe s'ka mes Kosovës dhe Serbisë. Duhet të filloj dhe të kryet marrëveshja historike mes Kosovës dhe Serbisë dhe cilën dy shtetet pavarur sovran dhe nuk do të ketë më vijat kuqe dhe s'do të përmend të vijat e kuqe dhe do të filloj sa më shpejt me bisedu për këtë çështjet e Kosovës dhe të Serbisë dhe vetëm sipas aty në marrëveshjet që janë të aprovuara të marrëra vesh. Ndërkaq, zoti Elimi, apo përpiqet vërtet Bashkimi Evropian po të them të shtyjë vendimarrjen për Kosovën derisa të formohen dhe institucionet? Po shit, kjo vizita fundit ishte qartë, besoj tash lëvizja prezidentose ka bërë ankesa të qëllimshme në PZAP se e dhe mos që ka numrat për të themeluar qeverinë dhe vetëm gjej kohë dhe gjej atë farë një koalicion të përbashkët dhe e dim shumë mirë ato farë polarizime që kanë qenë mes opozitës dhe kurte dhe une e nëzë për mazë dhe të kurte pëse të kërkoj falje pas aty në ofendit që ka bërë dhe të ullin të bisedojnë dhe të krijojnë institucione Republikës së Kosovës dhe mos të bëhet një kryenes si që ka bërë përpara me Laqakën dhe jemi ende në sankcione dhe Kosovën e presin shumë punë dhe sa ma shpejt themelimi institucionet Kosovë, aq ma mirë jemi dhe ma të fort para opinionit jashtë dhe të brendshëm dhe Kosova duhet të ketë institucionet e veta sa ma shpejt dhe sa ma të mira. E qartë. Mirë, zoti Elimi, për ta mbyllur sepse jemi në fund, mund të ketë deklarata si ajo e Trump Jr. pra ndonjë ndikim real në politikën amerikane ndaj Ballkanit apo janë thjesht opinione personale pa efekte diplomatike? Po tash pe di me kjo politika amerikane zoti Trump, e dim shumë mirë që është bërë dhe unë besoj ato është taktike bisedime zoti Trump dhe nuk do të lejojë edhe Vučićin edhe Kurtin apo zotin Hamza të bëjnë kalkulime dhe vetëm për interesat e tyre apo duhet të ecën matutje dhe të shkojnë drejt atë finalizimit çështës bisedime dhe mos lejon do një njollë zez këtë i dhem Amerikës dhe nuk do të jetë ai investimi shumë vjeçar të shkoj poshtë dhe kjo vizita djalit të zotit Trump në Serbi, unë besoj që ka qenë atje për interesat e veta për investim dhe ajo për opinion që ka deklaratë ajo bombardimi, unë besoj nuk ka qenë i matër dhe besoj që ka thënë në afekt dhe nuk besoj që i ka bo mirë as Kosovës, as Amerikës me ato deklaratën. Unë mendoj që ka bo një farë qefi Vučićit kinse NATO ka sulmuar Serbinë për interesa këtë diçka tjetër, po ajo nuk qëndron, e dim shumë mirë, Kosovë ka pas vrasje, gjenocid dhe djegje masive, dhunime dhe këtë e dim shumë mirë edhe i biri zoti Trump dhe këtë e ka bo vetëm sa për të qenë aty dhe për t'ja mbushur epshet Vučićit dhe jo e dim e vërteta që ka ndodhur Kosovë dhe gjithë shtetin e Kosovës. Mirë, zoti Elimi, kemi arritur në fund. Falenderoj shumë për gjithë informacionet. Kënaqësi,